fuck want war? FedEx beef straight to your front door. You wanna dance? Come on, let's dance. You wanna drink? Stili, zhanri muzikor dhe emri janë qerrat e përbashkëta që këto dy këngëtare i kanë. It'll be a murder scene. I'm turning pink. Nuk është Lil Kim, por është Lil Vlora. Lil Vlora, Little, do me thonë voklushe, Vlora me gjithse jam një 70 e gatë. Kjo ka orë prej dikush i familjes se ka emrin Lil, do me thonë me L, edhe për atë ku mbo Lil, do me thonë voklusja Vlora, se shumit edhe tjera me Lil e ka. Vlora Islami, të cilën e njohim me nofkën Lil Vlora, është një shqiptare nga Maqedonia, e cila kohëve të fundit të rroqi vëmendje me stilin, tekstet dhe rebelizmin e saj. Ndryshe nga këngëtare tjera, që ka vendosur të merret me një zhanër tjetër. Unë e kom dinë t'jam rrit atje, studioj mjekësin, jam semestrin e 4, për ndryshë mirëm edhe me muzikë rap. Jetesa në Zvicër e ka bërë që Vlora të mos ketë frikë dhe të mundohet të marrë bukën reperve në estradë. Me prejardhje nga Titova, ajo që një kohë jeton në shtetet e jashtme, ku edhe ka zbuluar talentit për muzikën. Dëshira jam u konë gjithmonë, mu bë këngëtare. Të është po flasë për repiste më këngëtare, do me thonë me kënu. Vetëm e kom gjithë për një vjeti, do me thonë për herë të parë, që kom fillu me kënu e me bë muzika, do me thonë kështu profesional. A dëshira ka konë gjithmonë. Ende e re në moshë, por aspiratat për ta bërë një karrierë të gjatë i ka të mëdha. Konkurenca e madhe në skenë sa i përket muzikës rap, asaj nuk i bën përshtypje. Shoqëria që ka me shumë nga reperët shqiptar i ka ndihmuar asaj që të vazhdojë edhe më tej me muzikën e saj. Karrierën e saj, ajo e startoi me grupin Double G Army, të cilët i dha një shtytje më tutje, ku në të ardhmen Vlora vazhdoi me këngët e saj. Për një vit të vetëm, Vlora aranjoi koncerte në mbar Ballkanin. E këtë sukses solid që po e përjeton kjo repere nuk e ka menduar që i vije kaq shpejt. S'ku mendu që e kom një të me thonë këtë showbiz kaq shpejt. U konë një herë vetëm si lojë, dhe me thonë, oke, po knoja më ku mendu vetëm me knu për vetën, për shoqnin temë. Po ko pas kohë u bo të me thonë, hina fillova koncerte, bona videoklip, edhe kitë këto janë bo nënda një vjetit. Tekstet, rimat e kuptimi i këngëve rap është shumë ndryshe se këngët tjera. E të jesh femër dhe të merresh me këtë lloj muzike nuk është edhe aq e lehtë. E sigurisht për kraja nga shoqëria dhe familja janë gjëja kryesore. Pas shumë këngëve që lancoi, Vlorës i erdhi në ndihmë edhe njëri ndër reperët më të famshëm në trojet tona. Një këngë që kam që ma ka bëu Nikatili, vetëm ai tekst do me thonë që ma ka shkruajt ai. Për ndryshe këtë këngë tjera që janë të mijat, i kom shkruajt tekstet vetë. Vlora, yeah, aka Lil Queen. Bashkëpunimi më i fundi që doli në treg muajin e kaluar, që tashmë po ka një sukses mjaft të mirë, është kënga My Money, e kënduar nga Vlora dhe G-Boy, i cili është pjesë e kompanisë G-Unit. Ajo është antar i grupit 50 Cent G-Unit. Ai kur ka fillu 50 Cent i muzikë ka fillu me atë. Po ai pas një kohë do me thonë e kalon G-Boy, tani para një vjeti u rikthye apet do me thonë muzikës, edhe ka bërë një bashkëpunim me mua përmes një organizatorit që organizon vromin në Zvicër, apo vetëm me të huj do me thonë, vetëm me këngëtar të Hollywoodit, do me thonë këto të njohur që janë. Unë jem gangsta femër, bëj muzikë për qef, e s'bëj muzikë për emër, e s'roda fucking shit, kërkur së nuk vjen në themër shumë. Edhe pse larg vendit, puna nuk po e ndal asnjë moment. Trip e nisja e qëllit, unë jam reper ke bitin të zhagit, kërkujna si ja vjedhja s'kërkujt nuk ja shes, e bëj këtë fucking shit se kom pare me thes. Album kom një fund vitit me ba, një album.